Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton për javshëm besimi krishterë ortodoks. Jemi datën 2 maj, dhe Kisha Ortodokse në këtë datë nderon një shenjtor shumë të madh, hierark të madh, ekumenik të përbohshëm, Shën Athanasin e Madh. Dhe sot Kisha pra përkujton një njeri që nuk ishte i madh për shkak të pushtetit, po për shkak të pasurisë, po për shkak të besnikërisë së tij ndaj të vërtetës së Krishtit. Pra kujtojmë Shën Athanasin e Madh, një njeri që ishte i kundër botës, por me të vërtetën. Por çfarë bëri Shën Athanasi i Madh? Shën Athanasi i Madh, siç edhe neve thamë në fillim, përkujtohet më 2 maj, përkujtohet edhe më 16 janar, dhe data 2 maj është dita e transferimit të Lipsanit, por është mendohet dhe dita e ndrimit të jetës, që ka ndruar jetë në vitin 373 mbas Krishtit. Kush ishte Shën Athanasi i Madh? Shën Athanasi i Madh ishte një personalitet i madh në historinë e Kishës. Ai arriti dhe u bë patriark i Aleksandrisë, por është bërësi kryesor i besimit, sidomos në sinodin e Nikeas në 325 mbas Krishtit, sepse kundërshtoi fort arianizmin, një herezi që doli nga një prift nga Aleksandria, Ariusi, i cili mohonte hyjnin e birit të fjalës. Dhe është shumë e rëndësishme ndërhyrja dhe qëndrimi i Shën Athanasit Madh, sepse ai bashkë me etrit e sinodit parë ekumenik ruajtën të pacënuar doktrinën apostolike që Isu Krishti është biri dhe fjala e Perëndis bërë bir njeriu. Ashtu siç na shkruan Ungjillori Joan në kapitullin e parë të Ungjillit, dhe fjala u bë mish dhe qëndroi në ne dhe ne pam lavdin e të vetëm lindur bir të Perëndis, plot hir dhe të vërtet, po ashtu edhe siç edhe dëshmoi Shën Simeon Petro, apostull, kur tha për Krishtin ti je biri i Perëndis. Prandaj këtu është mbështetur Kisha. Pra Isu Krishti është biri dhe fjala e Perëndis bërë bir njeriu. Por këtë themel të Kishës kërkoi ta trondiste Ariusi me herezinë e tij, që fatkeqësisht gjeti shumë pasues, sepse ai thoshte që fjala dhe shpirti i shenjtë nuk janë të pakrijuar, por janë të krijuara nga Ati. Dhe nuk janë perëndi, por thjesht në formë nderimi, dhe kështu pra i mohonte Trininë e Shenjtë. Për këtë arsye në 325 ndodh sinodi i parë ekumenik, dhe një ndër ta që bashkë me etër të tjerë formuluan ato 7 nete e simbolit besimit që ne themi, besojmë në një perëndi, por dhe në birin e Perëndis Isu Krisht të vetëm lindur prej Atit, dritë për dritë, perëndi e vërtet për perëndi e vërtet, po ashtu që u bë njeri për shpirtin e shenjtë e Virgjës Mari. Këto të gjitha janë të përcaktuar në sinodin e parë ekumenik nga 325 etër, 318 etër, dhe që një ndër ta ka qenë Shën Athanasi i Madh. Por Shën Athanasi i Madh qëndroi edhe ndaj shumë përndjekjeve, sepse fatkeqësisht erezia e Ariusit kapi dhe oboret perandorake dhe bite Konstantinit, por dhe më pas ata që morën në kontroll perandorinë romake të lindjes, kërkonin të ndikonin në doktrinën e Kishës, ra në herezi, dhe nga 40 e ca vjet që ai ishte patriark, 20 vjet ai kaloi në internim dhe si themi fshehur nga përndjekësit. U bën ndaj tij shumë akuza të tjera, por ai qëndroi. Madje qëndroi edhe ku shumë të tjerë si them e mohuan besimin në Krishtin si bir dhe fjalë e Perëndis bërë bir njeriu, në mësimin apostolik që Krishti është biri i Perëndis, dhe ra në herezi e arianizmit. Por Shën Athanasi qëndroi, prandaj quhet i vetëm kundër gjithë botës. Edhe pse i thonin që bë lëshime, gjej një kompromis për të siguruar unitetin e Kishës, Shën Athanasi nuk pranonte, sepse ai thoshte që në qoftë se nuk do kemi një Krisht të vërtet, atëherë nuk do kemi dhe shpëtim të vërtet të njeriu. Dhe qëndrimi i Shën Athanasit Madh tregon se e vërteta Krishti nuk matet me shumicën, por ruhet me besnikëri dhe nga një pakicë, madje edhe nga një person. Dhe Shën Athanasi i Madh ka një merit shumë të madhe bashkë me gjithë etrit e shenjtë të Kishës, sepse ata ruajtën të pastër doktrinën në Krishtin e mishëruar, pra birën dhe fjalën e Perëndis bërë bir njeriu, që ky është themeli dhe bazamenti i Kishës. Dhe në datën 2 maj
ne kujtojmë edhe transferimin e lipsaneve të tij. Lipsane e tij për shumë kohë qëndrojnë në Aleksandri, pastaj kaloi në Konstantinopol, kur Konstantinopoli u pushtua nga kryqëzatat, pastaj kaloi në Venecia në Itali dhe në 1973 me rastin e 160 vjetorit të fjetjes së Shën Athanasit, Papa Pavli i VI ktheu një pjesë të lipsaneve patriarkanës kopte të Aleksandrisë ku janë dhe sot e kësaj dite. Por Shën Athanasi është, si them, kundërshtari i herezive dhe i heretikëve. Prandaj, ne do ta zgjerojmë sot bisedën, jo thjesht për Shën Athanasin e Madh, por në lidhje me herezinë. Çfarë janë herezit? Në teologjinë e Etërve të Kishës, herezia nuk është thjesht një mendim i gabuar fetar, por një devijim i vetëdijshëm dhe i qëndrueshëm nga e vërteta e zbuluar prej Zotit, apostujve dhe ruajtur nga Kisha apostolike. Fjala herezi vjen nga greqishtja, që do thotë zgjedhje, por do thotë që një person ose një grup personash zgjedhin një pjesë nga shkrimi i shenjtë, perifrazimi themi, dhe me atë ndërtojnë një doktrinë. Shëniri Neulionit thotë, herezia është kur dikush merr një pjesë të së vërtetës dhe e kthen kundër të vërtetës së plotë. Shën Vasili i Madh thotë, herezia është shkëputje nga besimi i dozuar një herë për gjithmonë shenjtorëve. Ajo nuk është thjesht një gabim intelektual, por shkëputje nga tradita apostolike, ndryshimi i besimit të Kishës. Herezia pra nuk është një gabim i thjesht, sepse duhet bëjmë një dallim të rëndësishëm. Njerëzit e kanë të pamundur që në racionalitetin e tyre ata të kuptojnë gjithë të vërtetën e Perëndisë. Ne pranojmë ai sa na zbuluar nga Krishti dhe ai sa dhe ne e besojmë dhe e përjetojmë, sepse besimi është përtej logjikës, pra nuk është racional. Por këtu futet gabimi njerëzor, dakor. Dhe Perëndia e pranon gabimin njerëzor dhe toleron, por herezia është qëndrim i qëllimshëm për hapje një mësimi të ri kundër Kishës, doktrinës themelore të Kishës, siç është dhe fjala u bë mish, ose Isu Krishti është biri i Perëndisë. Këtu është themeli. Këtu nuk mund të cënohet themeli, sepse po u cënua themeli, ran ndërtesa. Prandaj, heretikët nuk bëjnë thjesht një gabim që duan pasaj ta korrigjojnë, por ata mbeten konsistent në gabimin e tyre. Siç ishte herezia e Ariusit, pra Antiprifti nga Aleksandria, që thoshte që Isu Krishti nuk është Perëndi, por është krijesa e parë e Perëndisë. Karakteristika kryesore e herezisë, sipas Etërve, është se thash ka zgjidhje dhe përgjigje selektive, merr një pjesë së vërtetës dhe absolutizon atë. Dhe kështu arrin në mohimin e plotësisë së Krishtit, mohon hyjninë e tij, siç ishte herezia arianiste, ose njerëzore, siç ishte edhe herezia e monofizitizmit që do shikojmë dhe më poshtë. Pra, kemi një ndryshim i rregullit të besimit. Jep një Krisht tjetër, jo Krishtin e vërtet, Perëndi dhe njeri. Pra, herezia është shkëputje nga Kisha, krijon mësim paralel, ndarja nga uniteti i Kishës. Dhe etrit e shenjtë e shikojnë herezinë jo vetëm si një problem intelektual, por si një problem shpirtëror që vjen prej egos, një shpirti të smur, jo thjesht prej mendjes së pamundur për ta kuptuar. Pra, të gjitha ne njerëzit kemi mungesa intelektuale për të kuptuar misterin e Perëndisë dhe ne kuptojmë asa në zbulon Perëndia. Por kur kemi egoizëm brenda, ky egoizëm nuk e lë dritën hyjnore ty brenda nesh. Kështu që ne mbetemi në errësirën e mendimeve tona, që patjetër të frymëzuar nga demonët e errësirës, ato na çojnë në mësime të gabuara, sepse heretiku i parë është djalli. Djalli gënjeu veten me herezi, duke thënë që ai mund të bëhet Perëndi dhe të marrë të fronë njësoj me fronë e Perëndisë, gënjeu me herezinë e tij, gënjeshtën e tij angjëjt, gënjeu njerëzit e parë që mund të bëhen Perëndi duke shkelur ligjin e Perëndisë, na gënjen edhe neve sot dhe vazhdon të gënjej edhe për personin Isu Krishti, që ai nuk është Zot i vërtet ose njeri i plot, dhe kështu ai kërkon të shkatërrojë shpëtimin që përgatiti Perëndia në Krishtin. Prandaj, herezia është një lloj virusi, është një lloj sëmundje që futet dhe brenda trupit të Kishës, Kishës toksore, militante. Prandaj Shën Athanasi i Madh thotë, herezia është sëmundje e mendjes që lind nga largimi nga Krishti.
Heretikët nuk kanë një marrëdhënie personale me Krishtin, por thjesht një marrëdhënie intelektuale dhe kanë një krishtër virtual sipas vetes së tyre. Dhe kështu këta patjetër që ndahen nga Krishti, po ndahen edhe nga kisha. Dhe ka një rrezik të madh erezia, sepse nëse prishet doktrina, thotë Shën Vasili i Madh, prishet dhe shpëtimi. Erezia nuk është vetëm histori e vjetër. Në kuptimin patristik, erezia mund të shfaqet edhe sot, ku Krishti për shembull zvoglohet si një figurë morale, shpëtimi bëhet vetëm për përmirësim moral, feja përzehet me ide të tjera, një pasticë fetare të tjera. Prandaj erezia gjithmonë është një problem, është një virus që kërkon në çdo kohë të futet brenda trupit të Krishtit, të kishës, pra trupit toksor të Krishtit, që është kisha militante në tokë, dhe ta smurë atë. Prandaj edhe vëmendja e atyre që mbikëqyrin kishën, që janë episkopët, bas me prefterin teolog katekist, është që ta ruajnë të pastër doktrinën, sepse është shumë e rëndësishme doktrina. Doktrina përcakton dhe mënyrën e jetesës. Pra, ne nuk shpëtojmë thjesht vetëm nga ana morale, por duhet kemi një doktrinë të vërtetë që të kemi edhe një jetë morale të vërtetë. Kjo është arsyeja që për shembull heretikët në shumicën e rasteve kanë degeneruar edhe në immoralitet, sepse një doktrinë e gabuar është një jetë e gabuar, dhe e kundërta një doktrinë e vërtetë si një jetë të vërtetë. Prandaj edhe në kishën tonë kemi ortodoksi, doktrinë e vërtetë, dhe ortopraksi, jetë e vërtetë. Të dyja janë të bashkuara me njëra tjetrën. Por thamë që erezia nuk është thjesht një aspekt historik, ka ndodhur një herë dhe nuk ndodh, erezia vazhdon edhe sot e kësaj dite, madje në këto kohra ku fryma antikrishtit ka një liri, sepse njerëzit janë kthyer apostat, janë liberalizuar, madje apostulli Pavli thotë që do ikin nga besimi i vërtet dhe do shkojnë në mësime demonesh, herezia për sot gëlon dhe heretikët. E tha Zoti, do vinë shumë mësues dhe profetë të rem ose krishterë të rem. Prandaj duhet kemi kujdes nga herezit. Le të japim një pasqyrë të herezive të cilat janë dhe sot e kësaj dite. Le të përmendim disa, se s'mundi përmendim të gjitha, që fatkeqësisht janë shumë, por le të japim një përmbledhje të shkurtër. Në lidhje me herezit që janë devijim nga e vërteta, mësuar nga Krishti dhe apostujt dhe kisha apostolike. Le të flasim për arianizmin, që ishte dhe herezia që kundërshtoi dhe Shën Athanas i Madh. Autori ishte Ariusi, një prit nga Aleksandria, flasim në vitin 336 mbas Krishtit. Ky prift u gënjye në egon e vet dhe tha, ishte një kohë ku biri nuk ishte. Krishti është krijesë jo i përjetshëm, jo i njëjtshëm me Atin. Pasoja ishte shkatrimi i hyjnisë së Krishtit dhe shpëtimi bëhet i pamundur, sepse nëse Krishti nuk është Perëndi, i bën njeri, atëherë njeriu nuk shpëton. Sepse duhet që Perëndia ta shpëtojë njeriu, jo krijesa të shpëtojë krijesën. Kjo është e pamundur. Përgjigjja e Ariusit u dha nga Sinodi i parë ekumenik në Nikea, ku mblodhen 325 në vitin 325, ku mblodhen 318 etër, një ndërta që Shën Athanas i Madh, dhe Shën Athanas i Madh kundërshtoi herezinë e Ariusit duke thënë: biri është i njëjtshëm me Atin, homohusia, është i njëjtshëm, që kemi dhe në simbolin e besimit. Kemi një tjetër herezi, nestorianizmi, autor është Nestori, patriark i Konstantinopolës, pra si shikoni edhe patriark bie në herezi, nuk do të thotë se ke një status, një klerik të lartë dhe ti je imunizuar, madje aty djalli luftuan dhe më shumë, prandaj duhet përgjegjësi e madhe dhe përgjegjësi e madhe që të mbash atë çfarë të është dhënë për të mbikëqyrur kishën. Dhe shikoni çfarë thoshte Nestori, ky heretik, në doktrinën e tij. Ai Krishtin e ndante në dy persona, pra thoshte që në trupin e Krishtit janë dy persona, fjala dhe njeriu. Prandaj refuzonte ta quajnë hylincën Theotokos, pra hylincë që lindi Perëndin, dhe quante Krishtlindse, pra që lindi thjesht vetëm njeriu. Por kjo kishte një pasojë për shpëtimin, sepse Krishti nuk është një person i vetëm dhe shpëtimi copëzohet. Nëse në Krishtin nuk është bashkuar pa u përzier hyjnoria me njerëzorin, atëherë njerëzoria nuk shpëton. Përgjigjen e dha Sinodi i Efesit në vitin 431,
ku Shënqëria e Aleksandris thoshte, një është Krishti, jo dy bi. Biri i Perëndis dhe biri i Marisë është një bir. Pra duhet ta mbajmë mend këtë. Kemi një tjetër herezi, monofizitizmi, autori është Eutiku. Ky ishte një murg, flasim vitin 451 mbas Krishtit. Doktrina e tij thoshte Krishti ka vetëm një natyrë hyjnore, njerëzoria gëlltitet ose asimilohet nga hyjnoria. Pasojë e kësaj herezi ishte Krishti nuk është plotësisht njeri. Pra e ka humbur të qenë njeri. Po kështu, nëse njeriu është asimiluar te hyjnoria, njeriu nuk gjendet në asnjë vend. Prandaj u mblodh sinodi i Kalqedonisë në 451 dhe vendosi duke e kundërshtuar herezin e Eutiku, duke thënë Krishti ka dy natyra, pa përzierje, pa ndarje. Po kemi një tjetër herezi, monothelismi, autor ishte Sergji Konstantinopojës dhe Herakliu Perandor. Pra shikojmë që edhe perandorët fusin hundën në doktrinën e kishës, sepse nga egoja që kishin për shkak të pushtetit tyre perandorak, laik kërkonin edhe pushtetin fetar. Ata thonin, Krishti ka vetëm një vullnet. Pasoja e kësaj herezie ishte mohon lirinë dhe vullnetin njerëzor të Krishtit, por nëse Krishti kishte vetëm vullnet hyjnor, atëherë ai nuk kishte vullnet njerëzor. Kështu që vullneti njerëzor nuk shenjtërohet, nuk shpëton. Prandaj sinodi i gjashtë ekumenik, 680-681 mbas Krishtit, vendosi dhe ishte Shën Maksim Rufysi, si them ai që e frymëzoi mbarvajtjen e këtij sinodi dhe doktrinën e tij, duke thënë, te Krishti janë dy vullnete, hyjnore dhe njerëzore, të bashkuara po të papërzierja, dhe vullneti njerëzor i bidet vullnetit hyjnor. Kemi një tjetër herezi, apolinarianizmi, autori ishte Apolinari Laodices, flasim 390 mbas Krishtit. Ai thoshte Krishti nuk ka mendje njerëzore, logosi e zëvendëson mendjen. Pasoja e kësaj herezie ishte Krishti nuk është plotësisht njeri, pra nuk ka mendje njerëzore, por Shën Grigor Theologu e kundërshton dhe thot, ajo që nuk është marr, nuk është shëruar. Nëse Krishti nuk mori mendjen ton, atëherë si u shërua mendja e njeriu? Njeriu nuk është vetëm trup, po është edhe trup, shpirt dhe mendje. Kemi një tjetër herezi, pelagianizmi, autor është Pelagius, murg britanik, flasim shekullit të 5, doktrina e tij ishte njeriu mund shpëtoj pa hirin, mëkati stërgjyshor ose origjinal minimizohet nga përpjekjet njerëzore. Pasoja ishte shpëtimi bëhet merit e njerëzve. Por kjo binte ndesh me atë çfarë tha Krishti, nëse unë nuk besoni se unë jam, ju do vdisni në mëkatet tuaja. Pra njeriu pa Krishtin nuk shpëton. Dhe thotë dhe Apostull Pavli që ne nuk shpëtojmë nga veprat, por nga besimi, nga hiri. Përgjigjja i vjen nga Shën Agustini, në Koncilin e Kartagjenës ose Këshillin e Kartagjenës, ku thotë hiri është i domosdoshëm për shpëtim. Kemi një tjetër herezi, donatizmi, autor është Donati dhe ndjekësit e tij në Afrikë Veriore. Doktrina e kësaj herezie ishte misteret varen nga morali i priftit. Pra, duhet të jetë prifti i shenjtë që dhe misteri të jetë i vlefshëm. Por pasoja e kësaj herezie ishte kisha bëhet elitë e pastër. Pra, nuk mund të jenë mëkatarët brenda në kishë. Kurse në të kundërtën Krishti tha ungjilli im është për mëkatarët. Nuk kam ungjilli për të drejtët. Dhe kisha nuk është një muze shenjtorësh, por është një spital për mëkatarët. Përgjigjja përsëri vjen nga Shën Agustini. Krishti vepron në mistere jo njeriu. Pra misteret janë të vlefshme pavarësisht nga shenjtëria, po ose jo e priftit. Patjetër që është mirë që prifti të ketë një jetë shenjtë, por misteri është i vlefshëm nga hiri i Perëndisë. Së ndryshe, do ishte pamundur që të kishim mistere të vlefshme në qoftë të se prifti nuk është i shenjtë. Dhe jo të gjithë janë të shenjtë. Janë të shenjtë nga hiri, por nuk mund të themi janë të shenjtë nga jeta, sepse kjo varet nga mënyra se si ata jetojnë. Por misteri në kishë janë gjithmonë të vlefshëm. Prandaj është një gabim shumë i madh për ata të krishterë që thonë nuk shkojnë në këtë kishë, unë nuk marr kungatën këtu, unë nuk e marr misterin këtu, sepse ky nuk është një prift i shenjtë etj. Këtu bëjmë një gabim. Ne nuk shkojmë në shtëpinë e priftit, ne shkojmë në shtëpinë e Zotit, në kishë dhe takojmë Krishtin dhe thjesht prifti është një instrument që përdoret nga Zoti për të na dhënë misteret. Agnosticizmi, autor është Valentinus, shekulli 2, doktrina, shpëtimi përmes dijes sekrete, përbuzje e trupit dhe e krijimit. Pasojë e agnosticizmit ose gnosticizmit është mohimi i mishërimit të fjalës ose mishërimit real të fjalës.
Përgjigjen e dha Shëni Reu i Lionit, besimi është një dhe publik jo sekret. Pra, çdo me thënë që ne nuk kemi një besim i cili mbështetet në kërkimet e dijeve të fshehta okulte. Ky është undimi që djalli, angjëlli i rënë i tha Evës dhe Adamit, hani nga fruti i dijes. Dhe fruti i dijes ishte i kënaqshëm ose i tundueshëm për ta bërë një njeri të ditur, pra të hynte në mistere. Dhe këtu pra bien shumë njerëz gabim. Mendojnë se nuk janë mjaftueshme ato që tha Krishti, apostujt që i thot kisha, po ata duhet të gërmojnë të gjejnë gjëra misterioze të fshehta dhe kështu në egon e tyre ata thonë që shpëtimi varet nga dija. Dhe kanë këto dije të fshehta, okulte dhe në një farë mënyre ata shkojnë në rituale magjike ose bien në kurthen e demonëve. Pra, besimi në kishën tonë është një besim publik ku çdo kush e dëgjon doktrinën me zë të lartë, dhe vetë fjala katekizoj do thotë mësoj me zë të lartë, kisha katekizon me zë të lartë, që do thotë e dëgjon çdo kush, nuk ka formula sekrete, siç kanë në fet okulte, sepse kjo është një gjë e gabuar. Vetëm djalli është i fshet, rrin në errësirë. Zoti është Zoti i dritës. Çdo gjë ai e tha publikisht. Dhe çdo kush në kishë e dëgjon publikisht. Flasim për një tjetër herezi, ikonomaia ose ata që ishin kundër ikonave, ikonoklazma. Autor janë perandorët famkeq Leoni III, Konstantini V, të cilët ata futën hundën në doktrinën e kishës dhe kërkonin supremaci mbi kishën. Ata ndaluan nderimin e ikonave dhe thonin që nderimi i ikonave është idhujtari dhe keq interpretonin pjesën nga shkrimi i shenjtë ose tek porosia mos adhuro atë që është në qiell, në tokë, në ujëra dhe në tokë, se unë jam një perëndi xheloz që dënoi paucin deri në 3 dhe 4 brez për ata që më urrejnë. Dhe këta thonin që duke marrë ikonën dhe duke adhuruar ikonën, që nuk është e vërtetë, që kisha që nga koha apostolike nuk e adhuronte ikonën, por e nderon ikonën, jo drasën, jo ngjyrat, por personin, por këta e grinin këtë doktrinë sepse kërkonin supremaci mbi kishën dhe bën një përndike për gati 100 vjet ndaj kishës dhe duke mohuar ikonën, ata mohonin mishërimin real të birë dhe fjalës Perëndis, pra e bënin këtë një fantazëm. Dhe përgjigja u dha në sinodin e 7 ekumenik në vitin 787 dhe ishte Shën Joan Damaskinoi, Shën Theodor Studiti, por Shën Joan Damaskinoi thoshte, derimi i ikonës kalon tek prototipi, tek personi. Kemi herezin Filioque, që është një debat teologjik që ka filluar në perëndim në Toledo të Spanjës, që në shekullin e 6 dhe disa për t'i dhënë autoritet hynor fjalës kundër arianizmit, bën një revizionim që nuk është korrekt. Ata thonin shpirti i shenjtë buron dhe nga biri, filio. Por kjo rrezikon monarkinë e Atit, pra ne besojmë në Atin i cili ka një bir të vetëm lindur përpara jetës dhe shpirti i shenjtë që buron nga Ati. Dhe kështu prish gjithatë harmoninë dhe monarkinë e Trinisë së Shenjtë. Përgjigjja ka ardhur nga etrit e kishës së lindjes, për shembull Shën Marku Efesit, të gjithë që e kanë kundërshtuar Filioku si një herezi, po ashtu edhe papë të ndryshëm në kishën e Perëndimit. Fatkeqësisht kjo herezi vazhdon në kishën romano-katolike dhe është një nga arsyet e ndarjes së kishës romano-katolike nga kisha ortodokse. Është një tjetër herezi moderne, sinkretizmi. Pra autorët janë ata që nuk është një figurë vetme, po janë shumë autor. Doktrina e sinkretizmit është përzierja e feve dhe praktikave të ndryshme dhe për dhënë një miksim fetar. Por kjo humb të vërtetën e ungjillit. Prandaj tradita protestike i ri kundër sinkretizmit dhe nuk e pranon sepse ne nuk mund të bëjmë një bashkim të feve të ndryshme, sepse e vërteta atëherë nuk është më absolute, është relative, por Krishti është e vërteta absolute. Unë jam e vërteta, nuk ka të vërtet tjetër. Prandaj nëse ne bëjmë një tjetër të vërtet, krah të vërtetës së Krishtit, atëherë bie vërtet absolute e Krishtit dhe bie poshtë shpëtimi. Shkojmë në rrugë pa krye. Relativizimi fetar përsëri është një herezi moderne. Doktrina është gjithë fetë janë njësoj,
pra janë mundësira që njeriu të shpëtojë, mohojnë Krishtin si të vetmin rrugë dhe shpëtimtar, dhe përgjigja është ajo që tha Krishti: unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Askush shkon te Ati veç me anën tim. Askush. Pra askush me asnjë lloj tjetër mënyre veç nëpërmjet meje dhe mënyrës që thash unë dhe bëra unë mund të shkojmë tek Ati. Të gjitha tjera bien poshtë. Prandaj ne nuk mund të pranojmë një relativizim fetar për hir të dashurisë, unitetit, paqes. Të gjitha këto, nëse nuk kanë Krishtin në qendër, atëherë të gjitha këto janë të kota, madje janë djallëzore, pavarësisht se ka një aureol shumë kështu roz në kuptimin e dashurisë. Sektarizmi është një herezi edhe e kohëve sotme, ka qenë kohën apostolike, flasim, si tham apostol Pavli këshillon me sektarin, flasësh një herë, dy herë, pastaj trajtohet si të pafe, por edhe sot kemi grupe sektare që vjen nga krenaria shpirtërore. Sektarët janë njerëz që thonë ndahen nga pjesa tjetër e kishës dhe ata thonë ne jemi e vërteta dhe nuk janë të tjerë pjesë që janë pjesë e kishës. Këtu humbet dashuria, nuk ka përgjegjësi, ka egoizëm dhe patjetër që etrit e kishës janë kundërvend sektarizmit, që ka brenda edhe herezin ose ka brenda vetëm iden se ne jemi vetëm shpëtuar se jemi të shenjtë, kurse pala tjetër është mëkatar dhe ne nuk shoqërohemi me ta. Prandaj, këto janë disa herezi të cilët janë dhe në kohrat e sotme, që fatkeqësisht infektojnë shumë njerëz, madje edhe të krishterë dhe me traditë ortodokse, por gjithmonë duhet jemi vigjilent. Të radhë parë, ata që kanë detyrë të mbikëqyrin kishën, që janë episkopët, bashkë me prifterin, me diakonët, teologët, katekistët, të cilët janë të arsimuar dhe kanë status, kanë hirin e Perëndis, kanë lejen për të ruajtur popullin e Perëndis dhe për ta mësuar popullin e Perëndis. Por neve besojmë në një Perëndi, por edhe në një kishë dhe në një rrugë shpëtimi. Kjo s'do të thotë se neve ngrem tani një kryqëzat kundër pojimeve të tjera heterodokse ose feve të tjera. Jo. Çdo kush ka të drejtë të besojë si doj, është i lirë. Kur Zoti dërgon diellin për të mirë dhe për qi, për besimtar dhe për pabes, për të vërtet ortodoks, por dhe për heretik. Ne nuk mund t'i marrim jetën dikujt, as ti imponohemi dikujt me presion psikologjik, fizik, verbal e tjera. Por ama, edhe e respektojmë atë si person, por kjo nuk do thonë se duke respektuar atë ne jemi dakord me fenë e atij, sepse ndonjëherë keq kuptohemi. Mirësjellja ndaj një personi tjetër që nuk është i besimit ton, ose i fesë ton, ose i bindjeve tona, kjo nuk do të thotë se ne jemi dakord. Prandaj edhe kur ne shikojmë takime që bëhen ndërmjet institucioneve të ndryshme fetare, kjo nuk do të thotë se tani u miksuan dhe gjërat u bashkuan. Jo, kisha ortodokse është kishë ortodokse dhe nuk pranon një kishë tjetër, sepse Krishti nuk mund të ketë 2, 3, 4, 5 trupa, si ka shumë pohime të krishtera, jo heterodokse. Por çdo kush ka të drejtë besojë dhe pastaj Zoti është ai që gjykon. Ne si kishë ortodokse kemi bindjen se kjo është rruga e vërtetë, që nuk ka devijuar as majtas as djathtas, që nga si them ardha e Zotit Krisht, mësimi i apostujve, Pendikostia, ku fillon edhe si them të formohet kisha dhe deri më sot që është një vijë e drejtë pa devijuar as majtas as djathtas. Këtë thotë historia kishtare. Pjesët e tjera kanë devijuar dhe kanë krijuar sektarizëm ose kanë krijuar grupe të ndryshme heretikësh që ne i quajmë heterodoks, jo ortodoks. Por çdo gjë do vazhdojë deri në fund. Si thot Zoti, gruaja dhe heqja do jetë deri në fund. Në fund do vi Zoti dhe do bëj gjykimin. Ne ortodoksët nuk themi që të tjerët nuk mund të shpëtojnë. Kjo është e drejta e Zotit. Zoti ka të drejtë thotë ky do shpëtojë, ky nuk do shpëtojë. Ne nuk marrim ekskluzivitetin e gjykimit të Perëndis, sepse ndonjëherë bëjmë dhe gabim. Jo, ne themi ortodoksia është rruga e sigurt e shpëtimit. Për të tjerat i di Zoti. Prandaj, ne që jemi në kishën ortodokse nuk kemi nevojë më të hedhim sy diku tjetër për plotësuar besimin, sepse besimi është i plot, hiri është i plot, doktrina është e plot, prandaj ecim në këtë rrugë. Ftojmë të tjerët me dashuri, në lirinë e tyre, pa imponim, pa bërë një prozelitizëm, si them, imponues, por i ftojmë ai që vjen është i mirë pritur, por të tjerët i respektojmë,
nuk do jemi dakord me ata. Dhe kjo është detyra jonë, të ecim në këtë rrugë drejt, si ecëm pararësit tanë, dhe ne ta vazhdojmë t'ia lëmë traditë pasardhësve tanë dhe të vazhdojmë në ortodoksi deri në ardhin e dytë të Krishtit, sepse rruga e sigurt për shkuar tek Zoti është rruga e kishës ortodokse, gjithë thot adhurimi drejt pa devijuar as majtas as djathtas. Për të tjerët ne nuk mund të prononcojmë të themi që këto rrugë janë rrugë shpëtimi ose alternativa tjera. Ne nuk i pranojmë. Kjo është këndvështrimi i krishterë ortodoks, të dashur krishterë. Këtë këndvështrim thonin dhe etrit dhe e mbronin, edhe sikur të ishin të vetëm, edhe neve themi, rruga e sigurt të shpëtimit është në kishën ortodokse. Në qoftë se doni të shpëtoni, ejani në kishën ortodokse. Për të tjerët, përgjegjësia është e çdo kujt, por asnjëherë nuk duhet bëjmë kompromise. Siç dikush më mendoj për shembull për hir të unitetit, për hir të paqes, për hir të dashurisë e tjera, le të vijojmë pak nga ato çfarë tha Krishti, të heqim pak këtu, të heqim pak atje, nga ato që thanë apostujt, nga ato që thanë etrit, dhe të bëjmë një lloj një fe sot që është e njësuar, një relativizim fetar, një sikretizëm fetar. Jo. Kjo është një gjë shumë e gabuar. Kjo nuk është fe e Zotit Krisht, besimi i Zotit Krisht, as e kishës ortodokse, kjo është feja antikrishtit. Prandaj ne nuk duhet bijem këtu. Edhe sikur të vetëm të jemi. Kemi shembull, siç është shembulli i Athanasit të Madh, i cili i vetëm kundër gjithë botës. Domethënë, shumë peshkop fatkeqësisht në atë Koran erezi, shumë njerëz e tjera, por shën Athanasi dhe një pakit qëndroi dhe e vërteta triumfoi dhe kisha e nderoi. Kështu edhe neve kemi këtë përgjegjësi sipas shembullit të etërve tanë dhe figura e shën Athanasit të Madh me të cilën e filluam dhe bisedën e sot dhe mbarojmë është që të na frymëzoj që kur mos të ndryshojmë besimin, edhe sikur të jemi të vetëm, por të ecim drejt në rrugën ortodokse që është rruga e sigurt e shpëtimit, e mësuar nga Zoti Krisht, e lëqitur nga apostujt, e ruajtur nga kisha, e interpretuar nga etrit e shenjtë. Amin. Nuk na mbetet gjë tjetër, por vetëm ta mbyllim këtu bisedën për të përshëndetur njëri tjetrin me përshëndetjen paskale. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall dhe mirë takofshim në emisionin tjetër.